Për të dytin vit radhazi në mbrëmjen Gala Topi i Artë, ku një hapësirë e veçantë kushtohet kombëtares shqiptare, kapiteni Berat Gjimshiti u nderua me çmimin prestigjioz lojtari i vitit i kombëtares. Çmimin e veçantë ja dorëzoi kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Berat Gjimshiti udhëhoqi kombëtaren shqiptare drejt një tjetër arritjeje historike, duke siguruar kualifikimin në fazën play-off të Kupës së Botës, ku Shqipëria për herë të parë në histori në mars të vitit 2026 do të tentojë të sigurojë një vend në botror. Përzgjedhja e tij si lojtari i vitit i kombëtares u bë përmes votave të vetë futbollistëve të kombëtares shqiptare. Këtu jemi në mbretërinë Armando Dukës dhe do flas mbreti vet. Është çdo vit më mirë, më spektakolare dhe mbi të gjitha dua ta komplimentoj që ka rritur nivelin e të ftuarve, duke filluar nga Esteban Cambiaso e duke vazhduar me shefin e arbitrave të Italisë, të cilin e përshëndes. Ndërkohë, duke ju referuar një bisede që kam pasur me Cambiason, më kujtohet një fjalë kur më tha që për të luajtur me fanellën e Argjentinës, një futbollist është gati t'i dhurojë të dyja këmbët. Realisht fanella kombëtares që edhe unë kam pasur nderin ta vesh, pasi jo në nivelin e Kreshnik Çipit, por lojtari si nivelit të Balajt që është më i mirë se niveli Albania. Realisht është diçka komplet tjetër. Të gjitha kemi të qartë fal këtyre djemve të pranishëm, fal trajnerit Silvinho dhe drejtuesve, se si ajo fanellë na përfshin të gjithëve në një lumë popullor ku edhe ne që nuk arrim të bëhemi bashk as për orën, ndihemi të gjithë pjesë të njëjtës gjë. Kjo është vlera jashtëzakonshme që ekipi kombëtar sjell. Me këtë rast të përshëndes ata që kanë hedhur bazat e kësaj historie suksesi, De Biazi, Edi Reja që janë të pranishëm dhe ty Artit që more shumë komplimente për elegancën, tha kryeministri Rama në dorëzimin e çmimit të mësipërm. Pas këtij triumfi foli dhe vet kapiteni Berat Gjimshiti. Ju përgëzoj për organizimin, falenderimi i parë për çunat e kombëtares, pasi pa ata asnjë arritje nuk vlen. Pastaj stafin dhe presidentin Duka dhe kryeministrin, më në fund familja ime që është gjithmonë pranë dhe gjithë sakrificat që ka bërë për mua.